kur ne kemi patur një koalicion me bazë edhe morale, edhe me bazë respektimi të ndërsjellë, kjo ka funksionuar siç është rasti i zgjedhjeve vendore të 2007. Partia Socialiste asnjëherë nuk e ka mbyllur derën lidhur me këtë bashkëpunim dhe zgjedhjet e fundit lokale në një farë mënyrë edhe e treguan këtë. Pak ditë pas këtyre deklaratave të mbërritura nga Selia Roz, Lëvizja Socialiste për Integrim ka reaguar përmes sekretarit të përgjithshëm, duke i cilësuar ato falsitet dhe hipokrizi nga ana e kryesocialistit Edi Rama. Në një intervistë për televizionin Klan, Luan Rama thot se demagogjia e radhës e kryetarit të PS-s vjen pas një sër refuzimesh nga ana e këtij të fundit për të bashkëpunuar me LSI-n, jo vetëm në zgjedhjet e 2009-s, por dhe pas humbjes së Bashkisë së Tiranës në 2011-ën. Një pretekst ky sipas sekretarit të përgjithshëm të LSI-s, pas të cilit Edi Rama kërkon të justifikojë humbjen në bazën socialiste për zgjedhjet e 8 majit. Pas humbjes së Edi Ramës në zgjedhjet e 8 majit, ka një presion të shtuar të opinionit socialist, të cilët janë të interesuar të bëjnë një analizë të detajuar të shkaqeve që çuan tek humbja e tij, duke e fokusuar gjithë tehun e goditjes së tyre tek përgjegjësia direkte e Edi Ramës në këtë humbje. Në bazën socialiste është artikuluar mendimi që përgjegjësia më e madhe lidhet me faktin që Edi Rama shkatërroi, prishi koalicionin e krijuar me Lëvizjen Socialiste për Integrim, gjë që çoi në fitoren e tij në 2007-ën. Për t'u shmangur përgjegjësisë për humbjen, ka vënë këta zëdhënësit e vetë dhe përpiqet të miklojë opinionin së pari dhe të dalë si njëri që di të reflektoj, di të kërkoj ndjes e tjera si këto. Pa u zgjatur është të tëra një demagogji. Luan Rama shkon mëtej në qëndrimin e tij sa i përket ftesave të bëra nga Selia Roz për një bashkëpunim elektoral me LSI-n. Sipas tij, Lëvizja Socialiste për Integrim është pjesë e një koalicioni dhe nuk mund të shërbejë si trampolin për të çuar Edi Ramën pas humbjes së Bashkisë në zyrën e kryeministrit. Bashkëpunim me kë dhe për çfarë? Këta zëdhënës të Partisë Socialiste kërkojnë bashkëpunim me LSI-n, pasi nuk kanë lënë gjë pa thënë dhe pa bërë kundër LSI-s. Këta kërkojnë bashkëpunim që LSI të shërbejë si trampolin për të çuar nga zyra e Bashkisë së Tiranës, të cilën e humbi, në zyrën e kryeministrit Edi Ramën. Mjafton ta shohim problemin nga kjo pikë vështrimi për të kuptuar falsitetin dhe hipokrizinë e këtyre qëndrimeve. Lëvizja Socialiste për Integrim jo vetëm nuk ka asnjë ndjeshmëri pozitive ndaj këtyre zërave, po përkundrazi është e qartë, e prerë dhe e vendosur që nuk do të ofrojë asnjëherë bashkëpunim që Edi Rama, pasi humbi Bashkinë e Tiranës, të marrë kryeministrinë. Për sekretarin e përgjithshëm të LSI-s, këto ftesa vijnë pas refuzimeve të njëpasnjëshme që Edi Rama i bëri qasje si një bashkëpunimi të mundshëm me partinë e Ilir Metës. Luan Rama i referohet dhe një takimit organizuar më 22 qershor të 2009-s, pak ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, ku kryesocialisti refuzoi të bëjë pjesë e tryezës së organizuar nga Meta për të koordinuar aksionin politik në emër të një koalicioni të përbashkët që mund t'i dhuronte fitoren së majtës ashtu si dhe në zgjedhjet lokale të 2007-s. Ndonse, shpjegon Luan Rama, kryesocialisti refuzoi të dëgjonte edhe thirrjet për një bashkëpunim me LSI-n nga lideri historik i socialistëve Fatos Nano, i cili ndryshe nga ai u bë pjesë e kësaj tryeze.